Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Kur flasim për shëndetin e zemrës, një nga problemet më të zakonshme që përmendet është niveli i lartë i yndyrave në gjak, veçanërisht kolesteroli i lartë dhe trigliceridet e larta. Shumë njerëz e zbulojnë këtë problem vetëm pasi bëjnë analizat rutinë, sepse në shumicën e rasteve nuk shkakton simptoma të dukshme. Pikërisht për këtë arsye, yndyrat e larta në gjak mund të mbeten të pazbuluara për vite me radhë, ndërsa gradualisht rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës, infarkt dhe goditje në tru. Shumë njerëz kërkojnë mënyra natyrale për të përmirësuar analizat e tyre dhe një nga pyetjet më të shpeshta është: a ekzistojnë pije që mund të ndihmojnë në uljen e yndyrave në gjak? Në këtë video do të flasim për disa pije që mund të jenë pjesë e një stili të shëndetshëm jetese dhe që së bashku me ushqyerjen e duhur dhe aktivitetin fizik mund të kontribuojnë në përmirësimin e niveleve të kolesterolit dhe triglicerideve. Uji, pija më e nënvlerësuar. Kur njerëzit mendojnë për pije të shëndetshme, shpesh kërkojnë diçka egzotike ose të veçantë, por harrojnë pijen më të rëndësishme nga të gjitha, ujin. Hidratimi i mirë ndihmon organizmin të funksionojë normalisht. Përfshir proceset metabolike që lidhen me përdorimin dhe transportimin e yndyrave në trup. Edhe pse uji nuk e ul drejt për drejt kolesterolin, ai është baza e një organizmi të shëndetshëm dhe ndihmon në zëvendësimin e pijeve me sheqer që mund të ndikojnë negativisht në shëndetin kardiovaskular. Çaji i jeshil. Një nga pijet më të studiuara në këtë fushë është çaji i jeshil. Ai përmban përbërës natyral të quajtur antioksidant, të cilët janë studiuar për ndikimin e tyre pozitiv në shëndetin e zemrës. Disa studime kanë sugjeruar se konsumimi i rregullt i çajit jeshil mund të ndihmojë në përmirësimin e profilit të kolesterolit tek disa persona. Përveç kësaj, çaji jeshil është një alternativë e mirë ndaj pijeve me shumë sheqer dhe kalori. Lëngu i domates. Domatet janë të pasura me antioksidant dhe përbërës të dobishëm për organizmin. Disa kërkime kanë sugjeruar se konsumimi i lëngut të domates pa sheqer të shtuar mund të ketë efekte pozitive në disa faktorë që lidhen me shëndetin e zemrës. Përfitimet janë më të mëdha kur lëngu konsumohet si pjesë e një diete të balancuar dhe jo si zëvendësim për trajtimet e rekomanduara nga mjeku. Pijet me tërshër. Tërshëra njihet prej kohësh për përmbajtjen e saj të fibrave të tretshme. Këto fibra mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Për këtë arsye, pijet e përgatitura me tërshër ose qumshi i tërshërës mund të jetë një zgjedhje e mirë për njerëzit që duan të përmirësojnë dietën e tyre. Megjithatë, është e rëndësishme të kontrolloni etiketat dhe të zgjedhni produkte pa sasi të larta sheqeri të shtuar. Lëngjet e frutave, por gjithmonë me kujdes. Shumë njerëz mendojnë se çdo lëng frutash është automatikisht i shëndetshëm. Megjithatë, disa lëngje mund të përmbajnë sasi të konsiderueshme sheqeri, veçanërisht ato të gatshme. Frutat e plota zakonisht janë zgjedhja më e mirë, sepse përmbajnë edhe fibra. Nëse konsumoni lëngje frutash, preferoni ato pa sheqer të shtuar dhe në sasi të moderuar. Çfarë duhet është mangni? Paq e rëndësishme sa zgjedhja e pijeve të duhura është mangja atyre që mund ta përkeçojnë problemin. Pijet me shumë sheqer, pijet energjike dhe konsumimi i tepërt i pijeve të ëmbla mund të kontribuojnë në rritjen e triglicerideve dhe në probleme të tjera metabolike. Shumë njerëz fokusohen vetëm te ajo që duhet të pinë, por harrojnë se ndonjëherë përfitimi më i madh vjen nga eliminimi i zakoneve jo të shëndetshme. A mjaftojnë vetëm pijet? Kjo është ndoshta pyetja më e rëndësishme. Përgjigjja është jo. Asnjë pije nuk mund të kompensojë një dietë jo të shëndetshme, mungesën e aktivitetit fizik ose faktorë të tjerë të rrezikut. Ulja e yndyrave në gjak zakonisht kërkon një kombinim të ushqyerjes së balancuar, aktivitetit fizik të rregullt, kontrollit të peshës trupore dhe në disa raste trajtimet medikamentoze të përshkruar nga mjeku. Pijet mund të jenë një ndihmë shtesë, por nuk janë zgjidhja e vetme. Nëse dëshironi të përmirësoni nivelet e yndyrave në gjak, fokusoni te zakonet e përditshme dhe jo të zgjidhjet e shpejta. Uji, çaji jeshil dhe pijet e pasura me fibra, si ato me tërshër, mund të jenë zgjedhje të mira si pjesë e një stili të shëndetshëm jetese. Në të njëjtën kohë, kufizimi i pijeve me shumë sheqer mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin tuaj afatgjat. Mos harroni se analizat e rregullta dhe konsultimi me profesionistët e shëndetit janë mënyra më e mirë për të monitoruar dhe menaxhuar kolesterolin dhe trigliceridet.
Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.